Gjendur në veri perëndim të Shqipërisë me një terren të larmishëm mes lumenjve, fushave maleve, luginave, shpellave dhe ishujve, me një trashëgimi të pasur historike dhe kulturore, kulinari autentike, territori i Bashkisë Vaudes nga viti në vit po tërheq vëmendjen e turistëve vendase të huaj. Antonio Pietraj, specialist pranë zyres së turizmit në Bashkinë e Vaudes, tregon më shumë mbi destinacionet e preferuara të vizitorëve. Një numër shumë i madh turistash që ndjekin itinerarinë për në lumin e Shalës dhe normalisht ne asaj kena dhënë prioritet si bashki. Pastaj nuk do të harrojmë se kemi edhe liçenin e Vaudesit. Vaudesi ka shumë monumente kulturore, shumë kala, shumë kisha të vjetra. Po e nisim nga fshati Kukël, ku është kompleksi Muzal, kompleksi Ndremjeda, kishën e fshatin Kaç, që ndodhet rreth 6 km nga qyteti i Vaudesit, kishën e Shën Palit, Shën Pjetrit në Hajmel, ku zhvillohet dhe Betlehemi i gjallë. Kemi kishën e fshatit Nënshatit. Në gjurmët e kohës mes kalave dhe kishave të Vaudesit, padyshim që një peshë të rëndësishme mban ajo e Shënmërisë. Është një histori shumë e madhe për ne. Kjo është kisha ku ka vendosur kunur Gjergj Kastrioti, heroi jon kombëtar. Forma aktuale e kishës vjen pas restaurimit të vitit 1880 me një këmban dhe një kryq diellor të vendosur mbi qati. Mes bukurive të liçenit, arkitekturës së kalave, historisë së kishave dhe kulinarisë së pasur, Vaudes fton çdo vizitor që të shijojë këto destinacione edhe përgjatë këtij sezoni turistik.